Ka marrë dhe diçka për vete, bëhet fjalë për SPF-n. Për mua shumë e rëndësishme SPF-ja duke qenë se kam një pigment lëkure pak të errët dhe nuk është se më krijon djegje ose asnjë gjë ka këto, thjesht më krijon pak njolla. Dhe kjo për mua është shqetësues se vuaj shumë për të gjetur SPF të mirë dhe realisht ky është the best. E kam provuar vjet, po e di, SPF do të përdorur gjatë gjithë vitit, por unë e kam provuar vjet në verë dhe realisht nuk kam gjetur më të mirë se ky. Mora edhe këtë, çmimin e kësaj nuk e mbaj mend, por do t'ua lë poshtë. Më falni. Pastaj kam marr shampo kundër rënies së flokëve. Është kjo seti Tricot Salus. Kam marr gjithashtu dhe serumin e këtij seti. Ky ka dhe një scrap, po scrap quhet, por nuk e kisha të nevojshme, kështu që mora vetëm serumin edhe shampon. Kjo është kundër rënies së flokut, ndërsa serumi ndihmon në rritjen dhe në rregullimin e skalpit të kokës, nëse kemi rënje, ky është i mrekullueshëm. Mora edhe këto të dyja, shpëtim. Mora edhe diçka tjetër në fakt, duke qenë se tek pjesa e kofshëve kam disa strija të kuqe që janë shumë kalimtare, por unë që mos më bëhen më problematike, mora këtë produktin këtu. Është totalisht bimor, unë gjatë gjithë kohës do t'ju mbaj të updetuar, kështu që ky është unboxing guys, faleminderit që më ndoqët.